Gens Deromema emërohet drejtori i ri i kadastrës në Vlorë. Televizioni 6+1 Vlora zbulon ekskluzivisht lajmin nga burime zyrtare pranë drejtorisë së përgjithshme të kadastrës shtetërore, ndërsa prezantimi Deromemait do të bëhet zyrtarisht brenda kësaj jave. Me profesion inxhinier, synohet që Deromemaj t'i kthejë tashmë qetësinë këtij institucioni që në vitet e fundit ka ndruar shumë drejtues. Por kush është inxhinier Gens Deromemaj? Në vitin 2007, ai u diplomua inxhinier hidroteknik në Fakultetin e Inxhinierisë të Ndërtimit në Universitetin Politeknik të Tiranës. Në vitin 2009, u diplomua me diplomën e nivelit të parë në drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë, ndërsa ka marrë certifikata dhe licenca të ndryshme për veprimtari profesionale në fushën e ndërtimit. Gens Deromemaj ka një karrierë të pasur profesionale. Nga viti 2007 në 2021, ka punuar në sektorin privat, në shoqërinë ndërtimi, inxhinier projektimi, zbatimi dhe administrator. Gens Deromemaj ka edhe një karrierë të pasur politike. Nga viti 2002, është aktivizuar në jetën politike si pjesë e grupimit studentor të Partisë Demokratike në Fakultetin e Ndërtimit në Tiranë, si dhe mbështetës i fushatave elektorale të Partisë Demokratike. Në vitin 2015 ka kandiduar për Bashkinë e Vlorës si kandidat i Partisë Demokratike, ndërsa nga viti 2015 deri në vitin 2018 antar i kryesisë së Partisë Demokratike në Vlorë. Gens Deromemaj nga viti 2018 në vitin 2022 ishte kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, ndërsa nga viti 2022 në vazhdim ka qenë antar i kryesisë së Partisë Demokratike të Shqipërisë. Si një njohës mjaft i mirë i sektorit të ndërtimit dhe çështjeve të pronave, por edhe si një ndër profesionistët e njohur të vendit, emërimi i Gens Deromemajt në krye të kadastrës duket një përzgjedhje studiuar dhe e duhur në këtë moment ku gjendet ky institucion me probleme që i ka patur gjatë gjithë kohës, të mbartura por edhe probleme të reja. Detyra e re për inxhinier Deromemajin do të jetë një detyrë publike administrative në shërbim të qytetarëve për të bërë më të mirën në zgjidhjen e çështjeve të pronës, por edhe në ndërtimin e një institucioni që të jetë model. Emërimi i Deromemajt është edhe një augur i mirë, pasi bashkë me detyrën e re do të inaugurojë edhe godinën e re, e cila ka pak kohë që është vendosur në shërbim të kadastrës. Gens Deromemaj rrjedh nga një familje qytetare, e cila është e njohur për kontributet që ka dhënë në qytetin e Vlorës në fushën e ndërtimit. Ashtu si kundër, babai i tij, Advet Deromemaj, ka qenë një ndër inxhinierët më të mirë hidroteknik të vendit.